Të marrësh parat publike pa punuar në shtet është vjedhje. Tu ka njerëz që marrin 2 rroga. Jo qa 2. Mazniku doli që merrte 12 rroga, dha lista e pagave. Po është skandal. U sjell si vetëm një rast. Thua se na i sjellin me shishe ujin në përshpira. Dhe si ky rast kanë folur për RTS-n. E njëjta gjë u skandalizuan, tha do ta mbylli. Unë s'kisha thënë kur ndonjëherë ta mbyllja. Thash thjesht si të sjell unë ty një shembull tjetër që ti kesh nga mend e kokës, do të marr 1 minutë. Sille. Shumë prej zonave të Bregdetit në verë nuk kanë ujë. Po. E blen ujin me bote. Ujë me bote derdhet në depon e ujësjellësit dhe ujësjellësi ta faturon ujin që e ke bler një herë, sikur e ke harxuar nga ujësjellësi. Kjo është vjedhje tipike. Po këtë po themine. Ligjërisht është në rregull dhe çfarë po themine? Pyetja ime është pse nuk mendon për pasojën? Unë e kuptoj shqetësimin, po të garantoj që ka mënyra, po marr vetëm një shembull. Elon Musk në Amerikë i ka dërguar një email të gjithë punësve amerikanë, i tha, më shkruaj se çfarë ke bërë javën e fundit. Të marrësh parat publike pa punuar në shtet është vjedhje.